Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka paralajmëruar se do të refuzojnë të gjitha aplikimet për viza turistike me qëllimin parësor për të lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një reagim në rrjetet sociale, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e konsideron të papranueshme që prindër të huaj të përdorin një vizë turistike amerikane me qëllimin parësor për të lindur në SBA, që të sigurojnë nënshtetësinë për fëmijën, çka mund të përfshijë dhe shpenzime për kujdesin mjekësor që mbulohen nga taksa paguesit amerikan. Ky njihet si turizmi i lindjes dhe oficerët konsullor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës refuzojnë të gjitha aplikimet për viza të tilla sipas ligjit të emigracionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata që keq përdorin sistemin ton të emigracionit përmes turizmit të lindjes mund të humbasin të drejtën për viza edhe në të ardhmen ose për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara, thuhet në njoftimin e ambasadës së SBA-ve në Tiranë. Kjo sipas ambasadës amerikane është një mënyrë më shumë se si Departamenti Amerikan i Shtetit po shërben dhe mbron taksa paguesit dhe komunitetet amerikane.